Ky emision mundësohet nga Podravka, The Bank dhe Mercom Company. Përshëndetje shikues të dashur dhe mirë se erdhët në aventurën më të re të emisionit Peshku i Art. Jemi në jugun e Francës, pra jemi për momentin në Nice. Këtë aventurë të mrekullueshme që do e keni për 2 muaj rresh duke vizituar vende të ndryshme nga jugu i Francës. Besoj që do të ndajeni të kënaqur dhe do e shihoni edhe bukurinë e këtij vendi, por gjithashtu edhe do zbuloni më shumë rreth kulturës, së ushqimit, por edhe kulturës në përgjithësi. Do kënaqemi shumë bashkë, po besoj, unë po e heq këtë sepse era është shumë e fortë për momentin, e ka trazuar edhe detin pak, një perl e mrekullueshme e detit Mesdhe. Do jemi bashkë sot ku do zbulojmë më shumë nga jugu i Francës. Qëndroni me ne. Mirë se vini në Promenade des Anglais. Këtu jemi tek kjo shëtitore e cila është zemra e Nicës, por gjithashtu është edhe pjesa më ikonike dhe është një nga shëtitorët më të njohura dhe më të vizituara në të gjithë Evropën. Po ashtu këtu, atmosfera, palma, deti të japin me një hera ndjenjen e rivierës franceze. Gjithashtu këtu ka shumë furra të ndryshme dhe vjen aroma e ushqimeve tradicionale direkt këtu, pra të ndjek. Por gjithashtu ju po e shihni edhe vetë tash se sa vizitor ka. Pra kjo rrugë ikonike është një shembull i jetës luksoze, por edhe i jetës mesdhetare gati më shumë se një shekull. Qëndroni dhe ndiqni pamjet sepse këtu është një vend i mrekullueshëm, pra është një vend magjepsës.
E shiko se dashur, pra tek ky treg, përveç të tjera është përveç luleve, perimeve të ndryshme dhe ushqimeve tradicionale të ndryshme, kemi edhe oysters të freskëta, të cilat do t'i provoj unë tash. Street food. E ndrydhim limonin. Edhe këto. Edhe jemi gati. Sa po mbërritëm në Nicë, ndalesa jone parë ishte për drekte Bubu Burger, një nga vendet më virale dhe më të famshme të qytetit. Teksa po shijonim ushqimin, patëm fatin të njiheshim me Nadirin, pronarin, i cili na priti me shumë mikpritje. Gjatë bisedës, ai ndau me një historinë e tij frymëzuese, rrugtimin drejt suksesit dhe na tregoi se si funksionon fabrika, ku prodhoheshin croissantët, bukët për hamburger dhe shumë produkte të tjera. Çdo histori që tregonte ishte më interesante se tjetra. Ndaj vendosëm ta shndronim këtë takim të papritur në një intervistë. Shiko se dashur, tashmë jemi në një lagje të bukur të Nicës, e unë jam këtu bashkë me Nadirin, po besoj që kur ta përmendim Francën, gjithmonë ju bjen mend për diçka. E ai është croissant. Yes. Did I say it right? In French we say croissant. Croissant. Jemi pra këtu me Nadirin, i cili do na tregoj më shumë punëtorinë e tij, se ku përgatiten croissantat, por gjithashtu na tregoj edhe më shumë se çfarë do kemi të re nga ai, sepse ai është pronar i shumë restoranteve këtu në Nicë dhe është nacia jona që do e bëjmë këtë intervistë bashkë. Nadir, would you tell me for your businesses, for this workshop and everything else? So for the year, this is a secret part that nobody know. This is where we make production. So this is only for you that we show that. And let's go. Okay. So yes, here we have all our production, because every morning we start 6 for Bubu Burger, please. Thank you. Merci. Nadir, what are we doing now? So now we will cook the bread. So this morning, 6 every morning, we start from the dough. We make balls with the bread, and then we put it for raise here. Okay. So here you have the daily production for the bread. That is already raised, and this will gonna start to cook. And every day at the Bubu we have daily production. So every day eat fresh bread. Yes. Ne gjithashtu do të shkojmë dhe të shikojmë edhe Bubu, i cili bëjnë burgerat më të mirë në Nicë. You will show us Bubu, right? Yes, of course. Later. And I want you to try the burger. Yes, of course. I would love to. Sa mirë me pa edhe procesin e pjekjes së bukës së burgereve që i shohim, kemi me i pa tek Bubu, janë burger shumë të shishëm, edhe janë viral për momentin, kushdo që vjen këtu, duhet patjetër t'i provoj edhe t'i shijoj. So this is the bread that we will cook today. So like I explained you, we make the dough yesterday. We make long fermentation. Okay. Then he proof here, and we will go to cook. And what is the maximum of the bread that you do every day? It depends. This is secret.
Okay. Me, I focus on quality. Yeah. And our maximum production is always based on the quality, because sometimes you produce a little more and you lose quality. Yes. So this is our Yes. stopping point. Yes, of course. Also, you see, Bubu is very small, so now we will make it bigger, but we start with a small shop, and we have quite limited production there in Yeah. the Bubu. Yeah. But you know, now I need more staff, so I need to hire. And Ariana, if you want to work with us, you will Okay. put this in the oven. So Okay, today it's Ariana bread. Okay. So you push it direct to the oven. So be careful. Hopla. And this is perfect. Okay. And this good. It's okay. And now we close the door. Then, Bubu mundeni me provu me bukën. so today you have bread from Ariana. Thank you for this experience. So Okay. now we will start to. How much time does it take? This will stay for 9 to 10 minutes. Okay. So we will see the bread in the end. Yes, now you will see it will raise more. Yeah. Because as it go in the oven, it start to raise more, and then it start to coloring. Okay. And great. this is Reyes. We work together for production in the bread. Nice to meet you. So are we making croissant? Now we can make pasta. So Ariana, now you see it's a bit of time. So for the moment, because you're beginner, I don't let you do because it's Okay. warm. I don't want to hurt you. Okay. But then, Next time then. yes, for tomorrow you do this part. So then we just take it and we turn it. Oh, So we have the same coloration everywhere. You see this part is less colored. So That now, looks delicious. so it will be. Then you will try in the bubu and you will tell us. Yes, of course. So now we have 3-4 minutes more and this will be ready. Okay, can wait. You see, everything is work with the eyes, with the feelings. Here we work many years. It's like now it's the 8 years that we do that. So we know everything with the smell, with the eyes, course. with the touch, with everything. This is how we work. And now you see his eyes telling it's okay, so it's okay. So the bread is ready. Now the bread is ready. It smells so good. Yeah. When it's out of the oven, it's wow. Yeah. It smells great. See you at Bubu Bread. So this is the dough for the croissant. So as you can see, this is many layers. You have the dough, the butter, the dough, the butter. And every time we turn and we re-switch, and at the end you have so many layers. Okay, that's But this is process that have to go fast, because otherwise the bread, the butter crust. will melt. Okay. And tomorrow you will not have a good croissant. Okay, we And can I do don't it. want you to have this bad experience. Yes. You can continue.
quhet croissant në Francë. So yeah, if you film here, you will see the different layers of butter, dough, butter, dough, butter. Yeah. And now go back to the fridge, and after we have the last. Shikues të dashur, tashmë është koha që Nadiri të më mësoj si të bëj një pan shokolat. Nadir? So we start how like do you this. do it? You put chocolate, you start to turn. And now, yes, done. it's perfect. So one is ready. Now we will do the croissant. Okay. Is it done? Yes. Now Is it we good put enough? on this side, and it will raise, and it will make a Okay. perfect croissant with the perfect pain au chocolat. Okay. I think yes, it's very good. You see all the layers, you see everything. Professional. Thank you. So this is croissant that we make before. So here we have croissant, here we have pain au chocolat, and we will start with egg white. Okay. Pra ky është edhe procesi I fundit I përgatitjes së croissant. Këto në një. And it's okay. Now it's start. Okay. So this will give good color, good tan. Yeah. And it will bake even better, I think. Yes, it will give a little taste, but especially for the coloration, it will make very beautiful color. Can I do this once? Of course I want, that's why. Look how I do, because you will do the same. Okay. So we will call it Ariana Croissant, yes? Yes. And now we will start here. So you go 15 centimeter from there, and you let the system go. This. So here 15 centimeters, and you try to go everywhere. Okay, first one side, slowly, slowly, not too fast. And now I turn, and we make another side. This is perfect, slowly, not go too fast. So it's look perfect. Okay. Guys, in Albania you have the best baker. So now if you want to take, put in the oven. Okay. You take this way. one, I put this one. So I will open, let me do. Oh, it's okay. Oh, okay. In which one? Where you want? Where you want? Yeah, I will put it here. Is it good? Okay, perfect. This one are good. Hooray! Well done. Okay, so So now, how much time does it take? so now it will cook for 17 minutes. Okay. But you can have a look, because now the process will start.
You see, pain au chocolat and croissant will start to develop, and we will start to see the layers go. Because you see now it's already proof, but not enough. And with the warm, it will proof a little more. I can wait C'est to le try best, it. hein? Merci po pres me e provu. So now Ariana work is ready. They look so good. And also you have the smell. Now, you know, first smell from the oven is a very special one. Yes, of course. I don't want you to touch now for carefully of you. Yes. But in 5 minutes we will can eat And and we'll touch. try, we'll taste them. Pra shikuzdashur, pas 5 minutave do I testojmë edhe croissant dhe do shikojmë se si ka ndalë. Tashmë është koha që ti testojmë croissant dhe pain de chocolat. Pain au chocolat. Pain de chocolat. Se tashmë duhet më mësu pak frëngjisht. Nadiri këtu na ka treguar një eksperiencë shumë të veçantë në punëtorinë e tij dhe është kënaqësi shumë e madhe që e kemi bërë këtë intervistë me të. Nadir, I want to thank you from the bottom of my heart for the very welcome that you It's my pleasure. made to us. And to try? Okay, Which I will one? try the Croissant? croissant. Po e provojmë edhe croissantin. It looks very good. Yes. It's perfect. Thank you. You want to try this one? Yes. Give me this. Okay. I will try it. And it's important you go in the chocolate. Yes. You need to... I love it. Perfect. It was a pleasure. Thank you, guys. Thank you so much. Merci. Duke ecur rrugëve të Nicë, një gjë që na roa menjëherë në sy ishte numri I madh I veturave Peugeot. Kudo që shkonim, nëpër rrugë, parkingje apo semafor, Peugeot ishte pothuajse në çdo cep. Nuk është rastësi, pasi kjo është një nga markat më të preferuara dhe më të përdorura në Francë. Kur je në udhëtim, don me u marrë me përjetimet e jo me kalkulimet. Për këtë arsye më pëlqejnë zgjidhjet që t'japin më shumë fleksibilitet, si Star Card nga Tab.
dashur, kur jemi në Nis, patjetër që është dashur që të ndalemi edhe te ky tregu I luleve, Kort Saleja. Është shumë kënaqësi e madhe të jemi këtu dhe të shohim se çfarë ndodh çdo ditë në Nis, sa të mbledhur janë këtu njerëzit, por gjithashtu ky vend, tërë kjo rrugicë, pra shndrohet në një party place, më vonë, jo tash. Unë po shkoj për I marr do lule patjetër. Ky pra është edhe vendi më I njohur I luleve në këtë çeditore. Shikues të dashur, përderisa jemi tek ky treg, duhet patjetër t'ju tregoj për këtë vendin e famshëm ku shërbehen edhe ushqimet tradicionale të Nicës, por gjithashtu shërbehet edhe sendviçi I njohur pan bagnat, në të cilin mund të shërbeni me shumë çka, pra të gjitha ushqimet tradicionale këtu mund t'i gjeni dhe janë me çmime shumë të volitshme, kështu që kur të vini dhe të bëni këtë vizitë patjetër që duhet të vini dhe të ndaleni këtu. Siç po shihni edhe mbrapa ka radh deri në fund. Shikues të dashur, edhe pse jemi në Francë, ne nuk e harrojmë bregdetin shqiptar. Atje është Davy, I cili ka më na sjell receta të mrekullueshme në çdo emision të peshkut të art. Tani do lidhemi direkt pra me Vlorën, ku është edhe Davy, dhe do e pyesim se çfarë do të përgatis ai sonte për emisionin Peshku I art. Kroket karkaleci e përgatitur me karkalesë të thjesht të freskët dhe me erëza aromatike për t'i dhënë një shije sa më perfekte dhe mbuluar me panko që t'jetë sa më krokante. Si fillim vazhdojmë skuqjen. Tani do ngrofim salcën e kuqe, salcën e domates. Atëherë kroketa e karkalesit shërbehet me salcë domate të freskët. Kjo është salcë majonez me çimiçuri të freskët.
Kjo është pjata me kroketën e karkalecit, gati për servirje. E shikues të dashur, pas një ngjitje rreth 30 minutëshe nga qendra pra i qytetit të Nice, tani jemi tek Cascade de Château, pra jemi tek kjo ujvara mrekullueshme, ku pak më lart do ngjitemi, do e kemi edhe një pamje panoramike të cilën do e shohim të gjithë qytetin e Nicës nga që lart. E shikues të dashur, pra nga ujvara i keni veç 5 minuta ecja dhe mund të vini të kjo pamje spektakolare, pra e manishme ta shihni një panoramë fantastike të qytetit të Nicës. Shikues të dashur, kjo ishte e tëra për këtë epizod të Peshku të Art. Unë ju përshëndes shumë nga Nicë dhe po shpresoj që jeni ndarë të kënaqur me gjithçka që ju kemi treguar sot përmes ekraneve. Deti, pamje të bukura dhe gjithashtu edhe kulturën e bukur të cilin e kanë francezët. E ne shihemi përsëri javën e ardhshme në të njëjtën orë në Peshkun e Art dhe do e shohim bashkë se cili qytet e ka radhën. Ky emision mundësohet nga Podravka, Te Bank dhe Mercom Company.